Gruaja Bas Shaban, nana Kadriut, kur se harroj. I drejtu me fjalt, o i miri nanës. O i miri nanës tha, kur ma të mirë s'të kam pa. Kadri Çollaku ishte një javor, ushtari, 18 vjeçar, edhe Sadriu ka qenë 18 vjeçar. Kërkun ndihmë me shkuën te lagja e Ngucatit, ku ishte një tëg, edhe qumë do ushtarë si ma përgatitun. Kadriu pata du me shkuën, jo, thash s'ki me shku ti, arrej qëto. Jo, du me shku, s'ki me shku, unë nalë. Nuk boni gjësore, po të një ushtarë, tha shkoj Kadria, kumbre shkoj ta Ngucat atje. Atë ditë kanë luftu balë për balë me forca serbe. As 10 metra si ka pas në përmal, janë fut kamësori. Njëjti në rast si Shabani Kadrin. E kanë tërhjek. Edhe e kanë sjell një javur, tha në vra Kadria. Ka bisedu ma heret, tregohë kur është vra vllau, kam knu me qifteli. Kur është vra, 3 ishtë në zanësit e mi. Salik Ermeni, 16 vjeçar. Sadri Goraziu, 19 vjeçar, edhe Kadri Çollaku, 18 vjeçar, nuk ka mujt me u përmbajt, si këtu që s'mujta me u përmbajt. Kur se arrej, kur këm shku me dha lajmin të nesërm për Salihin, nana vetë që është gjallë sot, një malsore, tha, Zenel, tha, zban mulli kështu, tha. Ti tha dhe vllavin e ke dhanë, tha. Tha, unë gëzohne që kam djallë. Që ka ra për këtë tokë, edhe pse i ri. Kadri Çollaku kur është vra, kanë qenë ato grykat e Drenicës në Kleq, kanë disa gryka shumë që ka pas banor, mbi 5-60.000 banor kanë qenë. E po unë Kadrin të shtabi një avur, i thirëm, e që një ushtarë mi thirë prind, i dishëm se janë prind të vetë në tenda ma por, dikon. Kanë ardhë, Basi Shaban, në djestë pas, ka dek para 3-4 mujve prindi Kadriut, ka ardhë me grue, me qika me motra. Kur se harroj, e kam skenë para sëve, kur ka ardhë nana Kadris, edhe pse e re, si nanë e re. 40 vjetë, si ka pasë më shumë edhe Bas Shaban. E ka shplu, ka qenë këtë pjesë Kadriu. Aso skena vetëm në regjisor i fort në ta filmat e Shqipnisë. Çdo herë për neve ishte pakeron që do të reagojnë. Kërë kemi shplu ta shplone, Basi Shaban djes post. As një pik loti, bindu. I ka thonë jo di fjallë e mërë djallë jam.
gruaja Bas Shaban, nana Kadriut, kur se harroj. I drejtu me fjallët, o i miri nanës. O i miri nanës tha, kur ma të mirë s'të kam pa. Kemi hypë me një traktorë. E kemi shtrinë Kadriun me një dyshek, i minis për kleshkë, një gjysore me traktorë. U bona i dëpt. S'kam mujtë më nalë dhe atje, si tash lotë. Ma tërheq në vrejtin Bas Shaban. Edhe nana Kadriut. Ma zënel se s'ban kështu. Po as atëherë, as tash, kur s'kam kajt, apo s'jam ligështu nga dobësia personale, por 99% nga krenaria. Sepse ne si shqiptare e kem tradit ma shumë kajmë nga gëzimi se nga edhnimi. A keni patin edhe djallën kërë marton qarnë, apo vajzën, në të kuptimin e gëzimi. As atëherë, as tash nuk kam kajt pse në vranë. Por kam pas emocione edhe tash nga krenaria e madhe që kemi pas kësë djemë.